Përshëndetje, ja ku jemi përsëri së bashku. Sigurisht që analizën e muajit të shkurt pak a shumë mua dhash apo jo, dhe normalisht nuk mund të thoni që u thash gjëra të bukura apo jo, sepse dhe vetë po e shikoni që situata është e çuditshme. Çfarë po dëgjojmë nuk po na besohet. Çfarë po shohim, përsëri po e shohim me dyshim. Por e vërteta është që na pëlqen, s'na pëlqen. Ky është realiteti. Dhe ju kam thënë që shumë kohë më përpara, dhe sidomos që nga fillimet, sepse thjesht rastisa unë të dal në ato kohë ku ngjarjet po vinin dhe po vështirësoheshin, dhe sidomos për këto vite që po jetojmë. Pra, kush më ka ndjekë që në fillim normalisht po e shikon që gjithë ato gjëra që thash atëherë dhe që më hidheshit për gryke dhe më thoshit po na trëm, po na tmeron, na fut frikën e meradh, ja ku i keni. Këto janë, ky është realiteti. Dhe unë ju thosha që do të ndryshojmë dhe më shumë, do mblidhet dhe më shumë gjëra, tripi do shtrëngohet, kjo gjë po ndodh. Tani po ta shpjegojmë nga aspekti astrologjik, ja ku jemi në prag të një eklipsi kolektiv. Pse kolektiv domethëni? Sepse ndodh në një shenjë kolektive, ose që përfaqëson kolektivin, që është ujori. Merr pjesë Urani, dhe Urani ndodhet në shenjën e Demit, që ka të bëjë me vlerat, me parimet, me normat, ka të bëjë me sigurinë ekonomiko-financiare të secilit prej nesh, me të drejtat tona, nëse doni ta themi dhe duhet të thënë pak sepse kjo është e vërteta, në një shenjë që është ujori, që tash është kolektivja, dhe që përfaqëson dhe shumë gjëra të tjera, që ka të bëjë me intelektin e lartë, që është ajo shenjë e cila përfaqëson lirinë, domethënë është momenti që hapen syt dhe nuk ka më kthim pas. Dhe kjo është e vërteta. Duhet thënë gjithashtu se ujori, si planetin e tij modern, ka Uranin, por në fakt ai tradicional është Saturni, dhe Saturni ka të bëjë me strukturat, me shtetet, me detyrën, me ligjin, e me radhë, kështu që do të thotë se të gjitha këto duhet të shkunden nga themelet e veta, ato parime të cilat, ose në të cilat kemi mbështetur ekzistencën tonë, dhe ato po tronditen, dhe shumë prej nesh po kuptojmë që na është thënë të bëjmë siç duan, por që realisht kanë bërë siç na kanë thënë mos bëni, dhe këto gjëra do duken edhe më të theksuara akoma. Kështu që nuk është se dua t'ju tremb, nuk është se ne duam unë personalisht të flas për veten time të përhap panik apo çfarë do gjë tjetër, thjesht duhet t'ju them që hapen syt. Dhe kushdo që ka qenë në gjumë deri tani, them se me çfarë po vjen. Dhe nëse mendoni se i keni parë të gjitha, s'keni parë asgjë akoma, pas datës 17, edhe pse ky eklips ka nisur të jetë në veprim që në datën 7 shkurt, por kulmojnë datën 17 dhe prej andej e në vazhdim do ndodhin edhe ngjarje të tjera, ka dhe aspekte të tjera astrologjike, siç është takimi i ngushtë midis Saturnit edhe Neptunit në shenjë Dashit, që është shenja e parë e horoskopit, do të thotë flet për fillime të reja, por në një shenjë që është zjarr. Atëherë duam fillime të reja, duam të nisim nga e para, duam dhe kërkojmë të drejtën tonë për një të ardhme më të mirë, por kjo ardhme nuk mund të vi në qoftë se ne nuk kuptojmë se disa struktura, disa norma, disa parime që nuk janë dhe nuk vlejnë, duhet të mbarojnë këtu. Tani, përsa i përket tani mban botës, besomni kemi për të parë shumë gjëra të vështira, dhe përsa i përket shpërthimeve të motit, dhe përsa i përket reagimeve të tokës, me tërmete, me shkarje dherash, me nën toka, me shumë gjëra që do zbulohen përsa i përket tokës, nën tokës, ushqimeve dhe skandaleve që shoqërojnë me ushqimet. Po i dëgjoni, nuk është po i dëgjoni, kush i vëmendshëm, do dëgjoni dhe më shumë dhe do shkoni dhe më shumë akoma. Me gjithçka që ka dalë në formë skandaleve, dhe unë ju kam Hamano, kush më ndjek vërtet, nuk mund të thotë që unë gjitha këto si kam thënë. Është thjesht interpretimi i asaj çka ndodh atje lart, dhe ne e përkthejmë në ngjarje ja siç po ndodhin. Dhe unë po ju them që do përkeqësohet situata. Duke parë gjithashtu rebelime, duke parë gjithashtu kryengritje, duke parë gjithashtu protesta, thash njerëzit dhe njerëzimi, dhe sidomos ato popujt e shtypur do kërkojnë të drejtën e vet. Domethënë mua sa do arrihet. Unë them se kam një shfarë, nuk e di, unë eci me shpresë. Dhe eci me atë që them gjithmonë, nuk ka mundësi që gjithmonë, ose që një aspekt jetë vetëm negativ, synon në diçka pozitive. Mjafton se si ne e trajtojmë dhe se si ne duam ta
sjellim atë gjë, atë ngjarje në jetën tona. Nëse ka një moment deciziv për sa i përket të ardhmes së njerëzimit, nuk flasim për individ të thjeshtë dhe për mua ty edhe të tjerët me radhë, po flasim për njerëzimin, është pikërisht ky momenti këtu. I këtij shkurti që ju them unë. Marsi ka, domethënë vlerat e veta, por që këtu nis çdo gjë, këtu brenda shkurtit dhe është kolektive. Kështu që nëse deri dje kemi parë që dikujt i ndodh diçka dhe ne jemi spektator, nuk do mund të jemi më spektator sepse direkt pas kokës së tjetrit do bjeri koka jon. Kështu që duam s'duam do pozicionohemi. Dhe do shikojmë gjërat sikur se tash për atë çka vijnë. Gjithashtu kemi për të parë gjëra në lidhje me hapësirën, me aviacionin, domethënë avionet, me fluturimet, me çfarëdo gjë ka të bëjë me hapësirën, me planetat e jashtë, me okultin, sepse edhe këto gjëra që po shohim janë të lidhura me okultin, po shkon shumë thellë. Sa të thella janë këto punë, tha njëre një kohë dikush, po me të vërtet janë shumë të thella. Në plan personal duhet ju them se shumë individ atje jashtë, të cilët kanë heshtur për një kohë shumë të gjatë, ndaj dhunës që u janë nështruar, ndaj dhunë psikologjike, fizike, keq trajtimeve, abuzimeve, do e gjejnë, do vi fjala përsëri, do vi gjua përsëri dhe shumë gjëra kanë për t'i shprehur, për t'i treguar, shumë tash do na duken jo reale, por janë të vërteta dhe reale, dhe për të gjithë ta që do arrin ta gjejnë forcën për të folur, unë them se shqyr o Zot dhe të vi ky moment, dhe neve të na hapen syt, por dhe ata të shpëtojnë veten e vet, domethënë të thuash qetësohen shpirtërisht edhe mendërisht. Nuk janë momente të lehta, nuk duhet ta them këtë gjë, nuk mund ta them këtë gjë, nëse do të thosha do isha një gënjeshtare shumë e madhe dhe do të më përgënjeshtronin ngjarjet që paraprin fjalëve, dhe i keni parë dhe po i shihni, thjesht po ju them që ka përkeqësim dhe përshkallëzim të situatave. Në plan personal, po, secili prej nesh do përballet me një situatë të caktuar që normalisht nuk do jetë e lehtë, nuk do jetë e bukur, do vi në formë pse jo dhe traumatike për disa, por që është e vërteta, trondit, të shkund, ama është e vërteta dhe nuk bën dot sikur se ekziston, se ke parë apo nuk e ke kuptuar. Kështu që vjen me çlirim, sepse kjo është fjala që po kërkoja që parë, ky është një moment kolektiv që çlirohemi kolektivisht nëse doni dhe kështu, por dhe individualisht. Përkon tash me atë datën 20 që kemi atë takimin midis Neptunit edhe Saturnit, dhe nëse më pyesni cilat janë shenjat që ndikojnë më tepër, do të thosha të gjitha kësaj here. Nuk ka shenjë që nuk ndikohet nga të gjitha këto, nga këto dy tipare të paktën kryesore të këtij muaji. Kështu që ndikohen shenjat fikse, Demi, Luani, Akrepi, Ujori, që kanë lindur në 5 ditët e fundit të shenjave të tyre, dhe të gjitha shenjat që kanë lindur në fund të shenjës së tyre, pra aty nga fundi fare, 5 ditët e fundit, dhe gjithashtu ndikohen shenja si Gaforia, Dashi, Peshorja dhe Bricjapi që kanë lindur në ditën e parë, ajde 3 ditët e para të shenjës së tyre. Secili prej nesh ka ardhur momenti të hapim sytë dhe të kuptojmë që interesi vetjak nuk është i shkëputur nga ai ose ai individual, nuk është i shkëputur nga ai kolektiv, dhe se ka ardhur momenti të kuptojmë se nëse dikujt i ndodh diçka, sot, nesër na bie ne për kokë. Domethënë është me radhë kjo punë. Unë shpresoj shumë te këto ndryshime që po vijnë. Shumë herë ju kanë folur për momente të vështira dhe për ndryshime të mëdha, por ky është ndryshimi i ndryshimeve. Prej tani e për muaj më pas, ky efekt do të jetë shumë i ndjeshëm. Dhe për mua mbaron diku aty nga gushti, por që deri atëre ngjarjet janë shumë të forta dhe shumë dinamike. Në mars, në prill, muajt e pranverës i pasojnë çik maj, qershori, koriku na qetësojnë. Kemi një eklips tjetër pastaj përsëri në shenjën e Luanit që themi i jep deri diku, mbyll deri diku disa çështje të këtij eklipsi që do kalojmë tani, por ky po është shumë i dhunshëm, është shumë i fortë, është shumë tronditës dhe shumë i vërtet. Shumë i vërtet, por është i vetmi që do na japë mundësinë që ne vërtet të gjejmë veten, vërtet të kuptojmë se çfarë force kemi, vërtet të mund të qëndrojmë në këmbët tona, të mbrojmë interesin tonë dhe në fund të fitojmë mbi atë çka është interesi ynë. Kështu që me kujdes, por dhe thoni faleminderit për çfarëdo gjë që do vinë në jetën tuaj, sepse do jetë pikërisht ajo gjë që do ju mundësoj të ecni drejt së ardhmes.
Tani, si duhet të ndikohemi secili prej nesh, domethënë okay, na folën, na thën, shumë gjëra na thën, po çfarë po na thua specifikisht? Specifikisht për sa i përket shenjës së dashit, do them që çfarëdo gjë ju lidh me çështje karriere, çështje kolektive, brenda punës, mënyrës se si shpreheni, në martesën tuaj, çfarëdo gjë përfaqëson autoritetin në jetën tuaj, përmes këtyre ndryshimeve që vijnë, edhe ju gjeni një pozicion të ri, domethënë ripozicionoheni, rishqyrtoni mundësitë tuaja. Në qoftë se keni pas probleme në ambientin e punës, në qoftë se keni pas probleme të shprehurit të vetes, të gjeturit të vetes, në ambientin ku punoni, jetoni, sa thua, ndërveproni me të tjerët, atëherë dhe çështje ligjore, nëse keni pas probleme diku në çështje ligjore, le të themi që përfitoni ose arrin të gjeni një zgjidhje përsëri përmes çfarëdo gjë është kolektive, pra është një numër i caktuar njerëzish që ju mbrojnë ose individ që vinë në jetën tuaj dhe ju japin një dorë shtesë, ju japin një mbështetje ose rrjetet sociale. Mund ta gjeni veten dhe në rrjetet sociale shumë mirë. Ama çfarëdo gjë që vjen dhe vjen si mundësi realizimi, shpëtimi, arritjes dhe suksesi, duhet të kuptoni që vjen me një paket ose me një, sa thua, ndryshim të rëndësishëm që përfshin të lënit pas të kaluarën dhe çfarëdo gjëje keni bërë deri më sot në një mënyrë të caktuar dhe të gjetur një mënyrë tjetër se si të shprehni veten apo të gjeni veten prej këtej e në vazhdim. Po duhet të them që shumë skandale nëse jeni përfshirë në to dalin në sipërfaqe, dashje pa dashje, nëse jeni bërë pjesë e situatave të caktuara do të merren vesh, ose nëse të tjerë ju kanë përfshirë juve dashje pa dashje, atëherë merrni vesh se çfarë ka ndodhur dhe më në fund ju hapen syt sikurse e thash. Përsa i përket shenjës së demit, Urani merr pjesë tani dhe bën lojën për ju merrni ato goditjet e fundit përfundimtare dhe nëse deri më dje nuk keni dashur të pranoni që disa individë janë si janë, që jeta është dhe funksionon në mënyrë të caktuar, që disa parime vlera janë të shitura dhe nuk janë reale dhe ju thjesht keni besuar diçka që në të vërtetë nuk ekziston, atëherë tani ky është momenti që ju vjen situata dhe ju tregon që shiko se kështu është. Dhe kjo gjë blen edhe për sa i përket martesës, kjo blen edhe për sa i përket karrierës tuaj, kjo blen edhe për sa i përket statusit tuaj, mënyrës se si jeni paraqitur ju në sy të tjerëve dhe këtu ndajemi në dy grupe. Ata që kanë abuzuar me një postë dhe ekspozohen dhe marrin mësimin e dur dhe të tjerët, të cilët, si do thuash mbase, nuk kanë faj, janë përfshirë dashje pa dashje në një lojë që nuk kanë qenë, të thuash, dakord që të luajnë në caktuar dhe thjesht shpëtojnë për arsye se thash këtu merr pjesë çfarëdo gjë është kolektive. Domethënë këtu shpëtojmë sepse mbështesim dhe mbrojmë njëri tjetrin. Sido që të jetë këtu po vinë ndryshimet e fundit, nuk i keni ju në dorë, nuk i kontrolloni dot, çfarëdo gjë qoftë, ama vjen për t'ju përmirësuar juve si individ dhe jetën tuaj prej këtej në vazhdim. Përsa i përket shenjës së binjakëve, këtu çfarëdo gjë ka të bëjë me përsëri kolektiven, me grupime shoqërore, me punë kolektive, me rrjete sociale, me përcjelljen e informacionit, me çfarëdo gjëje ju lidh juve me këto gjëra që sapo thash, diçka ndryshon, detyrimisht ndryshon. Dhe çfarëdo gjëje ju lidh, le të themi, me të kaluarën, me gabime që mund të keni bërë në një të kaluar, me abuzime që ju mund të keni pësuar në një të kaluar dhe keni mbyllur veten sepse mendoni se do paragjykoheshit, se hajde se eca me jetën time, se hajde se shqyr zoti dy gjëra i sistemova, mirë po kur nuk harruat ato çka ju ndodhen dhe si mbase jeni përfshirë në situata të caktuara, atëherë do e hapni gojën. Ju jeni ndër ata të cilët do flasin, do shprehen dhe ajo e folura juaj dhe shprehura juaj do ndihmojë dhe shumë individë të tjerë të ndryshojnë jetën e tyre. Kështu që diçka ndodh që ju zgjon kujtimet e së kaluarës, ju detyron të merrni masa për të mbrojtur edhe veten tuaj dhe atë çka ju kanë bërë ndoshta në një të kaluar, por edhe për të mbrojtur të tjerë që të mos pësojnë ato që ndoshta keni pësuar ju. Përsa i përket shenjës së gafores tani, këtu kemi të bëjmë me një botë kuptim i cili ndryshon. Kemi të bëjmë me një gjendje psikologjike që ndryshon dhe që normalisht ju ndihmon të rigjeni veten. I kundërvijeni autoritetit të tepruar deri më tani në jetën tuaj, kushdo që e ka ushtruar këtë autoritet të tepruar në jetën tuaj, bashkëshorti, prindi, shteti, feja, çfarëdo gjë qoftë, dhe e gjeni veten në kushte të reja. Domethënë si të thuash, heq pallton time të vjetër për të veshur ato të ren. Mirë, po kjo gjë nuk vjen kollaj, sepse këtu do ndryshojë dhe komplet mendjesia juaj, dhe filozofia juaj e jetës,
përmes një lajmi që do të meni, përmes një personi që do të takoni, përmes një situate ku do të gjendeni, edhe ju keni mundësin të zgjojnë, të kuptoni se çfarë në të vërtetë është e vërtet. Një çështje ligjore zgjidhet për faktin se ose vinë dhe paraqiten prova të reja, ose sepse ju gjeni dëshmimtar të cilët ju mbështetin në çështjen tuaj, dhe aty fitoni ju. Për sa i përket tani shenjës së Luanit, tani këtu kemi të bëjmë me drejt për së drejti, jemi me çfarë do të gjë ka të bëjë me marrëdhëniet tuaja të ngushta, me çështje ligjore, gjyqësore, me të drejtën, drejtësinë pra në jetën tuaj, dhe nëse dikush ju ka rënë më qafë, besomeni, pa pritur pa pandehur, gjeni të drejtën tuaj, okay? Be drejtësi ynore, le të themi. Po në qoftë se ju keni rënë në qafë të tjerëve, atëherë dhe menduat se nuk do dilte kur, s'do merrej kur vesh, nuk do dalin, çdo gjë do dalin sipërfaqe, çdo gjë do merret vesh, edhe normalisht aty nuk shpëtojmë dot më, aty gjërat do ndodhin ashtu si duhet të ndodhin. Dhe pastaj ndryshon filozofia juaj e jetës dhe zbuloni një realitet tjetër, dhe psikologjikisht ndryshojnë shumë gjëra, dhe në aspekte ligjore, gjyqësore zgjidhen situata dhe çështje, por gjithmonë pasi del një vërtet në dritë. Iku dhe kjo pjesë. Përsa i përket shenjës së vigjëreshës, ju më tepër do ndikoheni në çfarëdo gjë ka të bëjë me përditshmërinë tuaj, me rutinën tuaj, me shëndetin tuaj. Nuk besoj të ketë shenjë vigjëreshe që të më thotë ka qenë mirë me shëndetin apo nuk ka kaluar një peripeci të caktuar, dhe nuk ka rëndësi 10 ditë në cilin ka lerë, okay? Ose i përket. Kështu që këtu po flasim më tepër për vigjëreshën e 10 ditësit të fundit, por dhe atë të 10 ditësit të parë, sido që të jetë pa përjashtuar 10 ditën e dytë, do ta themi këtë gjë, akoma ka ndikime, pavarësisht se për 10 ditën e dytë është një Jupiter në shenjën e Gaforit që ndihmon. Tani për gjithë pjesën tjetër, le të themi që këtu çështje përditshmërie, çështje rutine, çështje ushqyerje, çështje kujdesi ndaj vetes, çështje që kanë të bëjnë me shëndetin kryesorja, këtu vjen në një plan të parë, domethënë. Kështu që nëse deri dje jeni interesuar për çfarë bëhet me marrëdhëniet e mia, me çfarë bëhet me ekonominë, me karrierën e me radhë, këtu ju intereson vetëm koka juaj tani, dhe diçka tjetër shumë e rëndësishme, ose një koleg i juaj largohet nga jeta këtë kohë dhe ju kushton sepse e ndjenit shumë, ose një kafshë shtëpiake që e keni, një qen, një mace, një çfarëdo gjë qoftë, do ju kushtoj disi, por do kuptoni, vjen një moment që së thuash sigurisht që prekeni, por dhe kuptoni se shoqyri janë vetë gjallë. Dhe mendoni dhe kështu. Tani, përsa i përket shenjës së peshores, këtu jemi në çështje që kanë të bëjnë me çfarëdo gjë lidhet me dashurinë, me jetën, me cilësinë e jetës, me fëmijët. Diçka do ndodhi përsëri edhe këtu, vjen pa pritur, pa pandehur, ju trondit, por vjen për mirë gjithmonë. Pra ju tregon se për çfarë realisht keni nevojë, çfarë lloj marrëdhëniesh keni nevojë, si duhet të jetë cilësia e jetës tuaj. Puno, po sa po shijoj, sa po arrit të shijoj, sa i shijoj fëmijët e mi, sa kënaqem me fëmijët e mi. Në qoftë se keni pasur problem me fëmijët tuaj, të gjendet një farzidhje ande nga nuk e prisni, por sido që të jetë, po ju them, mund të jetë ky moment tronditës, i fortë, brutal, si të doni merreni, por ama nga ana tjetër, pavarësisht tronditjes së sjell edhe zgjidhjen. Këtë gjë duhet ta kuptoni mirë, dhe kujdes vetëm këtu do thosha me financat. Tu do kuptoni se, sidomos juve që luani shumë, do të thënë jeni në bixhoz, shumë prej jush
Dhe vazhdojmë tani me akrepin. Që akrepi normalisht përballet me çështje banese, çështje pronësie, çështje të së kaluarës, shëndetin e vet, po shëndetin kujdes, shëndeti nga ai që mund të zhde krevatin. Dhe kush ka ascendent akrep? Ore, them se Virgjëresha dhe akrepi në lidhje me shëndetin të shkretat këto të dyja diçka kanë kaluar, se s'ka mundësi, edhe jo vetëm. Edhe mund të keni pas humbje në familjen tuaj juve të shenjës së akrepit, nëse nuk e keni pas, edhe mund ta keni, sidomos në figura femërore. Duhet ta themi këtë gjë, por sido që të jetë kuptoni që është dhe kjo pjesë e ciklit të jetës. Normalisht dikush largohet, dikush tjetër vjen në jetë apo jo. Është proces i ciklit të jetës, nuk e ndalojmë dot. Kështu që po, ju ndikon ky eklipsi i diellit në shenjën e ujorit, pikërisht në këto çështje që po ju them, ju vën në një, të thuash, proces të menduarit ndryshe të së ardhmes, duke gjykuar të kaluarën, të tipit po dale, tani të mendoj çik dhe për pleqërinë time unë, pra tesh diçka më njan. Një kjo, dy. Ore, sa mund të jetoj me qëra unë, dale pak se, po rriten fëmijët, po të kemi çati mbi kokë, po sa do jetoj me qëra, me gjëra të tilla, sa do ja jap tjetrit, pse mos i jap vetes time, po sikur të marr një kredi, po sikur të blej një banesë, po sikur të shfrytëzoj një pronë, sido që të jetë diçka ndodh e papritur që detyron të marrin vendime në lidhje me këto çështje, të përzot tjetrin nga shtëpia, thotë ikso ta shes, ose do të ngrëri qëran. Pra diçka të detyron, ose vjen diçka e papritur në familje, siç është ekstremisht e fundit fare që mund të ndodhi, largimi i një personi të dashur, temër, gjithmonë, ta cilësojmë këtë gjë. Sido që të jetë, tham, gjitha këto janë pjesë e procesit të jetës, nuk i ngadalësojmë dhe nuk i ndryshojmë dot, ajo çka mbetet është thjesht ndryshimi, dhe ndryshimi sido që të jetë vjen për mirë dhe jo për keq. Siç e thash dhe për shenjat e tjera, Demi, Luani, ja ku jeni dhe ju akrepi, do shta vjenë më një trysnuese, nuk do thosha tamam traumatike, trysnuese do themi thjesht, agresive ose të papritur, por që është për më mirë dhe nuk është për më keq. Imagjino për shembull të shpëtosh nga një bashkëtesë e dëmshme, toksike. Imagjino të kuptosh se sa keq e sjell me veten dhe se mund të rrezukosh dhe të paralizohesh ose të zësh krevatin ose pse nga një pakujdesi e vogël. Iku dhe kjo. Imagjino të kesh mundësinë të blesh një banesë. Dhe këtu të ndihmoj, sepse themi që është kolektivi ai që ndihmon, sepse siç rëndon mediatikisht, kur kemi individ të cilët kanë nevojë për ndihmën e të tjerëve. Pra bëhet çështja mediatike ose mblidhet komuniteti, thotë dalë ore të ndërtojmë një shtëpi, dalë të ndërtojmë një çati, dalë ta ndihmojmë me këtë gjë. E kuptoni, pra, kjo është ideja. Pastaj, për të gjithë juve që jeni abuzuar si fëmijë, dhe nuk keni folur për ato abuzime që keni pësuar, atëherë ky është momenti që do flisni dhe do shpëtoni jo vetëm veten tuaj, po dhe plot të tjerë. Individ të cilët mund të jenë duke u gjendur aktualisht në situatën tuaj. Dhe këtu po flasim edhe për dhunën brenda familjes, po flasim edhe për një fëmijëri që me abuzime të mëdha, domethënë, ta themi edhe këtë gjë. Ju jeni ndër ta. Të tjerë si ju do të jenë nga forja dhe binjakët, besoj. Tani, për sa i përket shenjës së shigjetarit, janë një shenjë tjetër e cila ndryshon mënyrën e të menduarit do s'do. Dhe juve të djetit që të fundit doni pra ndryshoni shumë në lidhje me mënyrën se si keni menduar gjëra deri tani, idetë që keni pas deri tani, kuptoni se nuk duhet të nxitoheni, kuptoni se duhet të merrni gjërat çik më shtruar, juve që jeni në tregti, punoni me një klientelë të caktuar, jeni në fushën e turizmit, të arsimit, pse jo, do përballeni me shumë ndryshime, jo të gjitha do i përqafoni dhe do jeni dakord me to, shumë prej jush do e ngrini zërin, do thoni kjo nuk është e drejtë, nuk dua ta vazhdoj, nuk më pëlqen, sepse këtu nuk po flasim thjesht për një ndryshim të heshtur. Do të më kuptoni që kjo do marri masa për masa dhe ju do të jeni ata të cilët do përdorni media dhe rrjetet sociale, ju jeni të parët ndër të gjithë që do përdorni rrjetet sociale për të dëgjuar zëri juaj, për të shprehur mendimet tuaja, për të shfaqur një pakënaqësi ose për të adresuar një pakënaqësi diku. Dhe them se a do gjendet e drejta, do më thoni juve mua, miq do flasim edhe do, po them se po. Gjithashtu, juve të shenjës së shigjetarit të djediçit të fundit, kam shumë shpresa
dhe nuk besoj të mos varet gjithmonë nga harta e secilit, por që ka shumë gjasa që juve të 10 ditëve të fundit të përfitoni nga një nënshkrim kontrate shumë të rëndësishme që as nuk do e keni në plan fare. Do me thonë nuk është do gjë vetëm negative, sigurisht që vijnë edhe mundësi pozitive, por përpara se të vi keni kaluar amatëzit e ullirit. Kjo është ideja. Dhe për problematika që lidhen me motra, vëllezër, gjitoni dhe komunitet në vija të përgjithshme, them se do del një problem përmes të cilit zgjidhen shumë çështje të tjera dhe situata normalizohet. Në rregull, do me thonë duhet marr parasysh dhe kjo. Klientela juaj ndryshon, nuk do jetë më ajo që ishte, por që ulet sasia dhe rritet cilësia. Dhe në totale të themi që unë do ja vetëm një këshill, mos u përfshini në thashë theme, do me thënë, mundoni ta studioni mirë ato që ju vjen si informacion, sepse varet është i vërtet apo s'është i vërtet dhe në fund mund të ekspozoheni ju, kujdesi përdorni rrjetet sociale, për të, ju nuk keni takt, ju çash për të thënë e thoni dhe hajde mo, këtë marri para, por që në këto momente do shumë kujdes, që të mos pësoni ju vetëm me të mëdha, sido që të jetë, përveç gjërave të vështira, keni dhe plot gjëra të tjera tek të cilat përfitoni siç ju a thash. Përsa i përket shenjës së britsjapit, drejt për së drejtë te financat, kujdes. Nuk është momenti për investime, nuk është momenti për të bërë hapje të mëdha, nuk është momenti për të ecur pa logjik dhe pa menduar, dhe sidomos këtu juve të 10 ditë të parë që Saturni pas datës 14 ka filluar, që do të thënë nga data 12, sot do të thënë, sot është 12, po. E tutje bëhet gati ai të kalojë në shenjën e dashit, kujdes, sepse është një shenjë dashi ta themi agresive, po është impulsive mbi të gjitha, nuk mendon përpara se të veproj, po vepron, kështu që kujdesi kurse po ju them, sidomos me financat dhe sidomos kur kërkoni të gjeni të drejtën tuaj se si. Ju zakonisht jeni shenja të cilat mendojeni shumë para se ta idhni një hap. Por kësaj here duhet mendoni edhe më shumë akoma, sepse aty nuk është vetëm Saturni, po aty ndodhet edhe Neptuni. Në datën 20 takojnë të dyja së bashku dhe aty mund të dalë një gabim shumë i madh. Dhe çfarëdo lloj gjëje që keni bërë gabim në jetën tuaj, apo ka ndodhur thjesht ka ndodhur gabim, do ekspozohet dhe aty mund ta pësoni vërtet. Nëse duhet ta pësoni sepse keni gabuar, ashtu edhe qoftë, të gjitha këtu lahen, themi. Po në qoftë se keni parë që diçka nuk po shkon dhe keni mbyllur syt për hir të nuk e di se çfarë gjëje, atëherë do ekspozohet dhe prap doni s'doni do të duhet të bëni ndryshime të mëdha. Përsa i përket këtij eklipsi, ndikon drejt për së drejti në ekonomi dhe financat tuaja, drejt për së drejti në portofolin tuaj, po ju them bëni kujdes me investime, nuk është momenti për të investuar, por gjithsesi mund të gjeni të drejtën tuaj ose nëse ju kanë detyrime, edhe mund të vinë edhe tua japin dhe tua shlyejnë domethënë të tjerët. Po sidoqoftë duhet të them bëni kujdes me financat. Tani nëse nga një ran duhet të humbisni shumë, që të detyroheni ta trysnoni veten tuaj, ta shtrydhni trurin për të gjetur mënyra të tjera se si t'i shtoni këto të ardhura, pra burime të tjera të ardhurash të shpikni, atëherë ashtu dhe ka për të ardhur, por që nuk vjen për keq. Përsa i përket shenjës së ujorit, Urani drejt për së drejti është mbi kokën tuaj me këtë eklips dielli që dhe ky po sigurisht aty te ju është që dhe Marsi në shenjën tuaj është, kështu që impulsiviteti shtohet, nevoja për të sjellë ndryshimin shtohet. Për të sjellë ndryshimi në karrierë, për të sjellë ndryshimi në çështje familjare, në punën tuaj, në lidhje me të kaluarën, në lidhje me pronën, me bashkëtesa, me gjëra të tilla, që normalisht nuk vin kollaj, por që vjen në formën e detyrimit të tipit jemi shumë vetë, Allah, s'mund të jetojmë më kështu. Bashkë, duhet dikush të ikë të largohet. Ose kemi shumë vite që bashkëtojmë, çfarë do bëjmë ndonjë gjë tjetër? Ose ka nevojë për ndryshime kjo banesë, me remetime. E me radhë gjëra të tilla dhe çfarëdo gjë që u lidh me të kaluarën është momenti tani të përballeni me to, si problematika po flasim. Nëse ju ka mbetur hatri me një prind dhe thjesht po mundeni do të ecni përpara sepse ju ka mbetur mendja tek çfarë ju tha para 100 vitesh, atëherë mund të keni një përballje dhe kjo përballje vjen që të çliroheni më në fund, të thuan ato gjëra që duhet të thuhen dhe të flë mendjen të mbledhin trut e kokës. Kështu që dhe ndryshon mënyra se si keni parë gjërat deri më tani dhe se si jeni ose kërkoni të pozicionoheni përsa i përket të ardhmes. Shumë dinamika ndryshon jetën tuaj, shumë ndryshoni edhe ju, por gjitha këto ndryshime vinë për më mirë. Përsa i përket shenjës së peshqve pastaj, këtu lidhja me të kaluarën, linja në studio e kaluara dhe financat, edhe për ju janë shumë të rëndësishme. Psikologjikisht do të keni mundësi të çliroheni përmes të vërtetave që dalin në pa, që i thonë ju ose u thonë të tjerët. Dhe përsa i përket financave, aty do kujdes, nuk investojmë, i do pjo çekojmë dhe i shikojmë mirë gjërat,
dhe sidomos afër datës 20 që kemi atë takimin midis Neptunit dhe Saturnit. Nuk nxitojmë, i marrim gjërat shtruar. Çfarë është për të ndodhur, do ndodhi, po për më mirë